saga që nisin e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje ju që jeni në vetura, përshëndetje ju që jeni para ekranit në këtë momente, keni mrinë shpi, po relaksoni, po pushoni, dikush është në komunikacion, halo, anvaret ku nis tek po shkon. Për krejt këto informacione lidhur me komunikacionin, tash e dini vendin 049-978-978, presim me na tregu se qysh është gjendja sot, se dje ka qenë të lovi e vërtet, kështu që edhe sot besohet se ka me qenë nejse që do t'jetë brëshnjejt, s'diçka po e thëm dje sot. Ka një honën ke pak ma ndryshe që ke fest. Kur po festa, po lidhët. Kur po ka lidhjet mira, po ka pak qetësi në komunikacion. Mirë po, edhe kështu Prishtinën e qetë edhe pa komunikacion, nuk është e kena dosht shumë. Jo, bes pan, asë që në thëmë. Kështu që kujtoni pak ato ditë, se ertë frustrohenit, nervozoni, kujtoni pak ato ditë, ato vite, kësha me thonë, se jo ato ditë, po ato vite që Prishtina ka qenë e zbrazët, e thot nga veturat, nga njerëzit, gjithë kush në distancë, gjithë kush kështu në largë në një tjetrit, kështu që ta shojnë pak anën pozitive, a? O me të me thonë me zbut. Po do të me zbut, po do të mja po vetit pak ma qëllë qysh. Për ndryshe ju që jeni në vetura mundëni me u përgjigj edhe për pyetjen që kemi për ditën e sot. Me gjumi është gjumë kur? Pik. Qka qysh tek? Mundeni me vazhdu jo me na tregu në 049-978-978, njëti numër ku mundeni edhe me i dërgu informatat rreth komunikacionit. Na si çdo ditë tjetër emisionin e bojna e hapi me një këngë, ka njerë po na kritikojnë, po thojmë se vetë një qatë këngë se edhe një minutë do me thonë që po do gjera muzikë pak si te për pjetoke. Po, do më thonë kopre aty në që janë në përvetura këto dhe dojnë me ngu pak muzik. Është kjo Rina me këngën Qika, pastaj po rikthehemi, po ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit. Mirë se erdhët. Jo mundu me ty me të mira ma Ora me na tregu se ka kolon pjesa nga Shkabaj në drejtim të Prishtinës, po shihet me kolon deri tek rrethi Duplex. Hyrja në Prishtinë këto momente është e ngarkuar me kolon nga Fushë Kosova, saktësisht nga kazerma Adem Jashari Tutje, po shihet e ngarkuar, si dhe e ngarkuar është rruga Tirana nga komuna në drejtim për tek kryqi i Menzës. Këto janë informatat e para që kanë arrit, po edhe një foto që ka arrit në këto momente po na tregon për daljen e autostradës në Vetërnik, atje tek Albi Mall, po shihet pjesë e ngarkuar me kolon në këto momente. Përndryshe për derivatet më të mira, i dini që i merrni te Petrol Company, po nëse doni me ditë se cila pikë ka çmimet më të mira sot, keni çaglavicën në të dy anët e rrugës, keni euro dizelën 1.23, benzinën 1.24 për litër. Gjithashtu mundeni me u bë pjesë edhe e lojës shpërblyese tek Petrol Company, e kanë bënë lojë shpërblyese, mundeni në Facebook me i marr informatat, me pas se çu do të me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Kanë arrit telefonatat e para nga Fiona, se je gatshme, domethënë. Përshëndetje nga Qiloni. Qysh je për parim? A vjen shtika Prishtina? Mirë edhe na nga Prishtina. Pak koha e zbet, po mirë. Jo, pak. Inshallah. Për parim, gjumi është gjumë kur? Gjumë qysh? Gjumi është gjumë kur? Për ditën varet çfarë punë ki. Okej. Varet prej punës, domethënë, a? Po do se prej vikend, se prej. Ti çfarë gjumi e bën zakonisht? A e bën gjumin e mirë? Valla shumë mirë në vejën e di herët. Në sa ora? Jam zëni besa jo. Në sa? Jam zëni besa. Jam zëni besa. Okej, faleminderit për parim. Dora 9 bie. Mirë. Në 5 zgjohesh. Tamam. Një orar të punës për kryshe natën. Çfarë? Po bëhet me kon? Normal. Mare për pare. Hajde tonë kur marrim mos qelmi edhe pak më shumë se tani ku më ditë çka dal prej teje. Morët me kon, morët qysh, morët aty, po kemi morët e kon. Kemi morët. Gjumi është gjumë kur vjen me njërin në dur, domethënë sipas përparimit.
Po varet kush është njëri dur tash për parimin. Normal. Varet kush. Varet prej Varet është njëri dur. 049978978 dhe njerë për juve që jeni në komunikacion, dalja ose hyrja në fushë Kosovë masaksisht po shihet me kolon nga Brescia. Dalja autostradës në Veternik po me kolon. Një pjesë tjetër që ka arritur në këto momente na tregojnë për çastjen për tek i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës me kolon shumë gjatë disa kilometra është kolona për me shku te rrethi i Çaglavicës me vazhdu tutje. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje. Ku je shike? Se jo shishini. Ku je ka shike s'na ke thirr do det na ke bë marak, dhe shumë ku shike, ku është shike. Inshallah je bë marak. Po në marak me Fionën e kena diskutuar këtë farë punën na. Gjëre gjatë. Ku je ka shike? Ku shike, ku je ka? Valloj në shtëpi. Në shtëpi vetë me na thirr, a do lesh për Bajrama jo? Musafir, jam dal, po musafir kum pas më shumë. Musafir më shumë. Ani bash mirë. Gjumi është gjumë kur? I musafir të kur. Gjumi është gjumë kur ti jesh e lehshme, edhe nuk i kush farë smune. Luhesh edhe të bjen, edhe është një gjumë shumë i mrekullueshme. Për ty, se dikush thotë kur ti jam i lodh, dikush thotë kur ti jam i lodh su merr gjumi. Deri në 6. Në mëngjes është gjumi shumë i mirë. Pe 6 vane jo, valla. Nëse. Mos më pëlqen. Faleminderit që na ke thirr. Ditën e mirë edhe kalofshi mirë. Ton kalofsh mirë. Gjumi është gjumë kur të blem biletën Prishtina tiket edhe din domethënë se e ki sigurt edhe e ki me çmimin më të mirë, s'ki nevojë me thonë, a din se është një anë që do ta kisha gjetë më lirë. Ta kum gjetë unë më lirë. Prishtina tiket.net drejt Gjermanisë, Vizës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut dhe Anasjeltas mundri me u fut tek Prishtina-tiket.net edhe me borë rezervimin qysh tani po. Edhe s'ki nevojë me vetat dostën që ti gjon sa në të më lirë gjithë thuj e kum gjetë vet. Në më dhënë jam shilgojnë ati që së shkyre që të pre. Së më veqëve ta kësha gjithë ma lirë, është njone. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Jan Alen. Jan Alen, tap. Veç me një alo, a? Veç me një alo dhe Jan Alen. Okej, po e presim prap nëse ka mundësi me marrë lidhjen. Pse jo, 049-978-978 është numri telefonit, edhe nëse s'keni mundësi me na telefonu, na shkruani në numrin tonë, se në pjesën e dytë e dini tashmë ju që s'na keni dëgjuar ndoshta ndonjëherë, ju tregoj që në pjesën e dytë lexojna përgjigjet që na i dërgoni pjesën e parë. Përveç faktit që kena të pamundur me i lexu, është edhe për shkak se pjesën e parë ja dedikojmë më shumë telefonatave. Kështu që na shkruani edhe mandej i lexojmë përgjigjet e juaja, dash femër, dash anonim, dash çu keni dëshirë. Nëse është diçka plus 18, më mirë anonim. Mos ta Jo Lana, jo ç'doni ato janë aty jo dalin. Jo ka që pëjqeli në Viber në emër të nipave, mbesave, ose pa foto, ose pa emër heq, domethënë shumë misterios janë shqiptar. Tezja e Nilit, njona, den. Pesh çikas. Kush me ditë cella? Nese, s'para interesant cila teze. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nga Suedia. Përshëndetje nga Prishtina. Kush telefonon? Njoni, anonim. Ajaj. Hajde më rekallzona. Ajaj kujna je? Agroni, tha. Agron. Okej. Ajaj agron. Jo, nuk jam aq. Okej. Veç njerë jam daj. Bolmir koke? Ani daj. Hajde daj tregon aty, gjumi është gjumë kur? Kur 3 ondër që i ke fitu e 5 milion. E gjumi. Edhe dhe që i ki ma shumë, a? Kur bjen men që i jenë borç, Po çfarë gjumi kë? Po knash me pion. Lej dejte ondra, mos na tregon këtë pjesën e zgjimit. Gjumi është gjumë kur she ondra të mira, milionere. Po më pëlqen bile çat gjumë boj fion kështu je milionere si e borxhe, atë po më pëlqen ideja. Gjumi është gjumë kur ski, nëse s'po duhet. Kur ski kredet ha? Normal gjë. Po ti fillimet e pota mend. Gjumi është gjumë kur të je me partnerin e dohun, me njerin e dohun. Aty pra, mirë, faleminderit doj. Ditën e mirë. Do me thonë ata që sipas kanë partner të duhur afër, s'po bëj kanë gjumë. Ja, ata s'po veç flaj. Jo, ata janë më zë. Ata veç i pushojnë syt. Ata veç Kotën. Jo, përshëndet. Hajde tung të përshëndes, faleminderit. Është një video të një foto viralin në TikTok e në për Instagram, besoj e ke po, që thotë nuk du me flajt si bebe. A dina jo shpreja që është dyher mund flajta si bebe, me flajt si bebe, po, thotë du me flajt si burria, më thotë që si qelësit s'livri gjithë natën, jo si beba që qotë çdo 2 orë.
çfarë burri pas ka çaj, lumja. Të që ka ra poshtë ajo teori me flajt si bebe. Jo do të flajt si bebe, po. Janë trolla ato bebet që flajnë 8 orë ose 6 orë pa ndërprerje. Shumë trolla. Pedeti më vishim bosh kur flan si bebe. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Asman. Alo, jemi. Jo, pak, ti si ke kalu? Mirë, faleminderit. Gjumi është gjum? Kur s'ki obligime. Çashtu Asman. Faleminderit shumë, përshëndes. Kalofsh mirë pas një pasdites mrekullueshme. Mi gjithë ata njerëz pa obligime se? Që një obligim pju jep unë edhe Fiona, thash me nerv pju jep unë një obligim. Me undal dikon ju që jeni në përvetura, edhe me blen një pije energjike Go Plus, edhe e keni domethënë një kod në kapak aty. Loja goplus.com është vendi ku ju duhet me shku me i dhon dhonat e mbi emrin e kret aty e shihni çka, edhe çat kodin që keni aty edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese. Për me fitu një anën prej 16 veturave Avatar 1-2, domethënë është një veturë elektrike, sepse Go Plus po i dhuron 16 vetura, 8 Shqipëri, 8 në Kosovë. Pra edhe në Shqipëri ka shkoni mund të rimondal me ble, edhe me u bë pjesë e lojës shpërblyese tek Go Plus. Çe? Alo. Një super obligim. A jeti ajo mon? Ti, s'ka lidhje. Alo, njëjtë. Ka shtu fshit diçka. Alo, përshëndetje. A vëna dëgjon? Po qysh po dëgjon edhe mirë. A po do me fol? Po do me fol se me dëgju po dëgjon. Hajde gjumi është gjum kur? E mur gjumi oj fion. Tash ka mundësi. E mur gjumi. Mesazhet që po i dërgoni edhe ne ju rikujtojmë që lexojna pas orës 17, më thonë pas orës 17, glamradio.fm, glamradio.fm, për juve që doni me ndëgju mesazhet që jeni jashtë Kosovës, ju që jeni në Kosovë 88.6 edhe 102.0 për regionin e Ferizajt. Këta që janë për vetura janë nga regioni i Ferizajt në drejtim Prishtinës, nga rrethi po shihet me kolon qasja për tek rrethi Çaglavicës në drejtim të Prishtinës, kolon shumë e gjatë. Po vazhdojmë me qenë atje. Pastaj për me çash kolon e gjatë që munol pak nol bimall Fiona aty me pinë kafe. Ajvalia në drejtim të Vetërnikut me kolon, dalja e autostradës në Vetërnik, edhe kjo po shihet shumë e ngarkuar me kolon, shumë e ngarkuar është qasja për tek rrethi Duplex nga fshati Shkabaj, pra kalon rrethi i ambasadës dhe vazhdon kolona deri tek rrethi Duplex, pjesë shumë e ngarkuar. Kjo dhe rruga Tirana tani ka kolon nga bulevardi Bill Clinton tutje deri tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vogri. Me kolon e keni edhe rrugën Agim Ramadani, qysh nga fillimi i emisionit, nga komuna deri tek Udhkryqi i Menzës, vazhdon kolona edhe për me dal poshtë tek Udhkryqi i Katedralës. Ajo lodha veç me përmen, lemu me nejtë këto kolona. Po e vresim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Pas ka shku, që na erdhën një foto, nashta na ka erdhën një kolona. Nesër më duket nga data 3 prill, se më kujtu me që i përmende kolonat, po ashtë edhe shumë policët në përkomunikacion që këshin dalë me radar. Edhe më duket po bon gati për biletat që kanë vinis nesër. A e ke po ta bishin shpet ashtë? Po, do me thënë, është një praktik që në Evropë është kogja moti me të ardhë dënimet në adresën e shtëpisë, edhe pse të na ndryshjen të dokumentu me adresat në komunë, ndryshe aty në murë. Nuk e di kujt kanë me shku dënime. Dy numra e kompanis. Nuk e di kush ka mi marrë ato dënime, ato gjoba, kanë mi u pagujna e hera. Komuna se di, do më thonë, numrin e ki ndryshën, kontrata ka qitë komuna një, edhe vjen a ideali, thotë që shtu dësh me pasti, o ti, qëre letrën që kom këto, unë që shtu po thoman, ideja që shdush. Nejse, uroj që ka me shku në bare mirë, se është një praktik shumë e mirë të ke fundit. A më ne Kosova po të veke? Po, që mos me ndodal policia, mos me pas edhe debate aty verbale, kështu që e ke te kalu shpejtësin, të ka zva radari, e pagun gjobën. Edhe ki mundësi me 50% zbritje, kështu që lajmi më i bukur. Shkaj, okej. Velani more, Agoni ma ka dërgu një foto, thash ku është kjo more, pa Velani more. Velania po shihet e ngarkuar. Jo, s'pas kam qenë ka kohë, kështu e menu, dhone kur. Besoj që ajo pjesa poshtë Tok Bashkës është e ngarkuar, që ajo pjesë gjithë bllokohet. Po mdoket që është pak më lart. Rruga Gjarë prit që i thojnë. Nga Bregu Diellit për shkon në Tok Bashkë. Agon çatje je, ha? Okej, po mirë është. Faleminderit për njoftimin. Po, çe telefonon. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Flamuri, Kristina Mall. Që shje Flamur? Mirë, faleminderit ju se jeni. Mirë, a jeni vetur dikun? Po në vetur. Edhe ka komunikacion atje? Vallai nuk vërtet na bër na mohë shkru. Në bërë jo, po kur nisësh këne për Çaklavis garant kime hasë në komunikacion. Po alo nuk i nina. Rrish aty, mos lëvezë edhe pak. Hajde Flamur, tregom gjumi është gjum kur? Vallai gjumi është gjum është kush te punës. Kur të shkon prej punës?
Po, shkan një lodhë, shkan të shpia, po shkan, na gjumi ma mirë. Okej, e po ta e një tjetër senë në mendje, gjumi është gjumë kur flanë në salon, se ma din? Mas punës kur zënë gjumi në salon, në atë atmosferën e televizorit, zhurmës, shpe atmosfera, dhe më thonë është një farë gjumi nuk di me spjegu. Edhe të merë gjumi mirë. Atë se di. Atë nuk e di. Edhe të tezët e të hollat. Tezës, po gjithë. Dhe gjumi është me mirë, kur ti bosh gojlet e uja, të dhe gjumi ma mirë. Qysh edhe një herë? Kur ti bosh gojlet e uja, të dhe gjumi ma mirë. Aty s'di çka të thëm. Nuk jam të i majt, kështu që nuk di çka të thëm. Veç desha mirë po. Fëmija të boll janë, faleminderit. Boll po na dole. Me kollushëm një radhje shumë. Faleminderit Flamor, faleminderit. Nëse të vjen rruga dhe ka Ferizoj, mos harroj ki frekuencën 102 FM, edhe atje mundesh me na dëgju. E për Prishtinë ki 88.6. Ndeshëm se një të ditë. Mora me telefonushi. Faleminderit shumë. Faleminderit të vlerësoj. Faleminderit shumë. Përpara e të nalë. Hajde të më përshëndet. Unë puna një punë të mirë. Çka bona bre? Çka pastrove, çka rryv? Ndresha diçka kështu. Koncept kështu. E ngarkuar është pjesa nga Shkoabaj, po vazhdojmë me qenë me Kolon, po vazhdojmë po arrin informata për këtë pjesë, po na tregojnë që Kolona ka arrit tek stacioni autobusëve, dalja autostradës në Veternik me Kolon gjatë, po mbetet çështja për të krethi Çaklavicës me Kolon. Pra këtu janë pjesët më të ngarkuara. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Simon. O, përshëndetje Liman, si je? Po që mirë përshëndetje. Si po kalon? Të mirë. Si ke pas ditë? Mirë. A ka marrë gjumi mirë? Gjumi mu merë kur dje shi. Gjumi është gjumë kur është moti me shia? Me shi. Bravo, nuk di mo qu. Seriozisht. Ani me pas aty një farë stufe, aty pak zjarre, kësi sene, E tash më stacion villa. Je zvyna? Sukararusa të dyshin dimit. A e lem pak shtu dritaren për me ndëgjush shiuna, hecë të interesant. Hecë më interesant se qashtë e kam gjumin e rondë. Okej. Faleminderit që na ke thirr. E që that adreza që e përmenda. Po? Nuk mon adreza qëre, na jem shumë mbro, pa keti dim, po kur gjës pa dim. Jo, nuk është ashtu, spajtona me ty, do më thonë se në Kosova se cila i kena adresat aty, edhe veturat i kena, po thot, po? Edhe një thimi, regjistrimi kerrit, namën kunaos, të shpia vjen, nuk je ka bëmesh tesh. Jo, s'vjen, po s'ki nevoja të shpia me ta pruse, po ta e ki aty online, heni këshysh, do mujt, heni këshysh aty sa rrim pak, heni të je Kosova. Parkohen ka pak. Po, parkohen pak. Jo, që denimet të qëtë kerrit, ke mund me gjujt, ato. Gjuje, po tani, po shkon te veni tani. Shkon aty të rrit shumë anek ne. Do me dal pikufini tani. Thau të lutem, paguje çopën til shko ka dush. I liri. Faleminderit shumë, përshëndes. Kalofshi mirë. Shkon me marr një dokument apo njos, mos më marr se pas keni gjop, do shme shku me pagu. Nëse shkojna me këtë logjik që ti shkon e pagun edhe je në rregull, atëherë jo. Po do të më lejtoj fijon çdo javë me këshyrta. Ka qenë kocim kur njerëzve kanë grumbullu dënimet e papaguara, edhe mas shumë viteve që nuk i ka ardhur rani, domethënë hiç me ushqyrtu, janë parashkru. Edhe kanë pështu shumë njerëz me qindra euro, kanë ik me gjoba, duke ju parashkru rastet për shkak se ka pas, po, tash janë digitalizu sanet, kanë të shpak, që nuk është që s'podim edhe bashkë kur gjë heq. Adin e një nështin edhe njerë në fund që atje let vjetrot, Leonta e tani, adin ajo shkëm poshtë. Ja, s'koma, një Kosova e shini. Nese, nështë ta ndodh. Qëtë jo, ta shqyshin në Facebook, dhëtë me hi edhe aty, për shoferat e kon fjallën, dhëtë me hi edhe aty me këshy ka njerë njofë. Plus kishim paralajmëru që edhe nëse je duke vozit veturën e tjetër kujt edhe aksidenton ose bën ndonjë shkelje në komunikacion, je i detyruar me dhënë dhënat e shoferit ose të pronarit të veturës. Po normal. Tash a merr gjobë edhe pronari, nuk e di, a merr vetëm. Nëse si ka e pa autorizim, logjikisht na e farpune, po. Alo, përshëndetje, më fal. Jo, më nëse është problem. Alo. Kjo është të kallzu për një vetur që s'lem në bukë. Tash tregoj unë. Përshëndetje Batir. Po, a jeni mirë, si jeni? Mirë, faleminderit, jemi shumë mirë, ti si jem? O, mirë, që dy ditë s'ko mujt me folë kërë. Po, brend, diçka ke bo pak minusa, po s'ka lidhje. Ka thirë. A ke provu me thirë, okej, mirë. Tash po s'ka dash të vetë me pushu. 200-300 herë, po s'ko mujt me im lidhje. Ka njerë se dan. Ka njerë se dan, Batir, ka njerë e dan. Që sa i mirë. E gjumin kur ta dan ty? Gjumi është gjumë kur? Valloj, gjumi më i miri është për mua kur e shoh televizorin. Edhe shpreh na pshtetna.
Edhe këshyri një kohë, më shelën sytë flej deri sa që e kam një televizor koordinuar, deri sa të shky me televizori kur së më del gjumi. Si të më shky me televizorin, del gjumi. Lete pas kanë me ty, vish të alëshojnë televizorin edhe ajde. Jo, si të ma shkymin televizorin... Ti ma batirin në gjumë që atje, ti që televizor është të në batirin gjumë. Po para 2 minutave e thash kjo atmosfera e televizorit, lajmeve, raj dokumentara, diçka. Jo, më lajme qika. Po nejse dhe tash, diçka. E qka ki shef me do gjumë televizor kur flan? Qka të shtin gjumë? Ma shumë ti muzik. A, muzik, mirë. Falimderit Batir, falimderit shumë edhe që ke provu me na telefonu. Gjithat mirat, të përshëndesim. Më në rrimat, gjese se kësha nalën e kur të në fund. Falimderit, ty mundet me dunal, po neve s'na nalet, kështu që më nëshme vazhdu me na thirë. Na të rëgojmë që është tema e krejt. Po edhe mundet me na po edhe përmes kësaj YouTube-it, po jemi live. Mundet me na po edhe përmes po mundet me qela, jo? Internet, kjo pa internet s'po reke. Ja s'rem Batiri pa internet, nësa rem Fiona pa Toyota. Jo. Kesh të thonë për punën e sigurisë, do më thonë për juve që po, s'len me gabu e ka këtu sistemet emergjente të frenimit i ka të jashtëzakonshme. Tash atë pakun e sigurisë, do më thonë kamerën e mbajtjen e distancës, se mos me dalë prej vijave me të lajmëruar, si se anë e ka kështu krejt vetura Toyota e kanë. Po nëse do në pak diçka mishtu, ka atë frenimin emergjent mrapa. Më thonë që është e jashtëzakonshme. Kur do me dalë, nuk e shet dikon, vjen komsore, ai me bicikletë, se shet i pikondit vdekun, më thonë ajo nalët vetë. Dhe përveç asajna, këtë analin edhe për para, po ai mrapa është shumë i rëndësishëm, kështu që shkoni te Toyota, përveç se fitoni 10 vite garancion, e dini Toyota, ju fitoni edhe shumë kësi mundësi të pakot të sigurimeve, të vozitje për dini, ju fitoni edhe asistencë rrugore 3 vjetë në për Evropë, tek Toyota që është në auto drejt në Çagllavic. Keni modele. Unë sot jam shku, edhe i kum pa disa prej modeleve, kum pa si e gjalin e ri, e kum pa një RAV të mirë, edhe kum pa po një Land Cruiser të mirë, edhe që shto nëse dëni mundri me shku me i pa dhe jo dhe me bona i test drive, mi u thonë aty nga bon, me pa dhe me nga spjegu pak edhe me vozit edhe me këshu, qka është vetura hibrid, po? Që telefonat arse, malo përshëndetje, bol. Alo. O, përshëndetje ti. Përshëndetje. Pete prënë gjykëcima pak. Ja te prova. Si e? Ai vish Toyota me ta. Mirë falimderit, si një jo? Mirë falimderit edhe na, mirë jemi. A beden? Ornane. A flen mirë ti? Valoj, po, flaj së kur keq. Kur bje së kur keq, flaj u knaqë. Qysh flen shumë interesant kinqë, se di qysh flen se kum pa kinqin kur të flet. Ose pula, as pul s'kum pa të flaj. Po flen si pul. Po heret ato, për pula flen heret, kishe që po flen heret, a për kinqin se kum pa kur. Ja, e kam orarin për 10ve, shumë ti 19 e shkaj në krevet e bje. Bas ke me pula. Hajde të regom, gjumi është gjumë kur? Gjumi është gjumë kur të merë gjumi flaj le reshtë të knaqës të vlet, po kur nuk merë gjumi valoj problem. Po David, gjumi është gjumë kur, qka dët? Qka kohë që ke, kur vazhdejës ta? Kur? Kur të flaj. Kur ti më shelë sytë, thuj. Okej, të lojna që ashtu gjumi. Edhe kjo është e mirë, kur të më flaj, se do njerëz nuk e kanë mundësin, kur t'ju flajt me flajt. Ka dhe dërë më thonë që i dikush ka më shueret në pesë dhe shkon me i me flajt, se po du me flajt. Me sy shel nuk flajt, po me sy pëshel. Jo në do të që flajt me sy shel. Si në gjyrës. I mojnë pak. Falimderit, a beden? Hajde ju përshëndes, jeni të mrekullueshëm. Edhe na ty të përshëndesim. Falimderit Abedin, përshëndes shumë. Deshta me ndoa pak minuta për me fol pak për ditën botërore të autizmit që shënohet sot si me 2 prill. Edhe pash përveç komunës edhe qeverisë që ndoshta kanë marrë përsipër me bon ndonjë aktivitet, me zhvillu ndonjë aktivitet që besoj keni pa në kryeqytet. Pash edhe shumë shkolla fillore që kishin ndërmarr një iniciativë me bo një ecje, një marsh simbolik në për rrugët e qytetit, pash shumë mësuese me fëmijë, me pankarta, me shkrime, shumë të dashura për fëmijët me autizëm, sepse kjo ditë tek e fundit këtë qëllim e ka që me ngritë ndërgjegjësimin për autizmin dhe është një ditë e njohur ndërkombëtarisht çdo vit më 2 prill për me inkuraju shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara, por në këtë rast edhe ne që jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara dhe në krejt botën tashmë po
po shënohet kjo ditë me shpresën që fëmijët sidomos, por edhe të rriturit, edhe për të rriturit e kisha bën një mashtë të veçantë me i informu sa më shumë edhe me marrë sa më shumë informacione edhe dituri se çka është autizmi, se shpesh tek ne fëmijët sidomos në për shkollat tona etiketohen edhe ngacmohen edhe shumë terme të tjera që nuk po du tashmë i përmend, kështu që fëmijë ose më mirë me thon prindër, edukoni edhe pastaj fëmijët e juaj patjetër se kanë me qenë të edukum. Tash mujna me vazhdu me marrë telefonatën tjetër, por para se me marrë telefonatën. Çfarë do më na tregu? Edhe njëherë po duam ju tregu për ata që po vinë në drejtim të Prishtinës, po nga Çagllavica, Kolon shumë e gjatë, po edhe ato përmjëshas rrethit deri tek rrethi te Çagllavica, pastaj tutje është gjithçka në rregull, por çka ka ndodhur aty nuk e di, por po shihet që është shumë pjesë e ngarkuar. Pastaj e ngarkuar është edhe në fshati Shkabaj, vazhdojmë me qenë me Kolon deri poshtë Veternikut. A keni ti që Automita ka pru një ilaç për Kolon? Keni që s'keni. Besa ofër të Automita që atje fillon Kolona e vazhdon tutje për Çagllavic. Naluni pra deri në Automit në Ventura Motors se ka sjell Vespa të jashtëzakonshme. Kemi përmend mësimin çdo ditë për ato modele të jashtëzakonshme me ngjyra të ndryshme, me dizajne ndryshme, GTS Super Sport 125 e keni ose Sprint 50 Beverly 300. Ka edhe diçka për meraklit që dojnë pak më shumë shpejtësi, se Vespa njihet si një motor që është më i ngadalshëm, por është më i sigurt edhe më i këndshëm sidomos për lëvizje nëpër qytet. Kështu që shkoni vizitoni Automitën, Ventura by Motors ka sjell edhe gjeni modelin e preferuar duke nis nga 1.80 në ditë. Sa një kafe, një gjys kafja? Para mendo. Një kafe, një orë gjys. To vënë ka 2 e kishim bo. Po. E kanë lahatu. Alo. Si rrafsh. Alo. 1.80, një gjys. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim? Selvetja nga Gjermania. Po si e Selvete? Mirë, ju seni. Mirë, faleminderit. Tregon aty çfarë gjumi bën, kur çka konsideron gjum, tamam. Gjumi është gjumë kur kërcetura me shku në punë, që atë me vazhdue. Që atëherë vjen gjumi maj mira? Maj miri, po, si do të më quhu. Okej, sa zgjohesh për në punë? Në 6:30. Në 6:30, ti ko gjavon, se në Gjermani kom një do raste në 4-5 që veç do të me qenë në punë. Ata që të... Te pas ke vonë, 6:30, tamam. Faleminderit shumë që na telefonove. Kërcetura është gjumi maj miri. E vërtet. Edhe s'tash po mdoket pak si në krak, oke. Sidomos tim kur e sheh që i ki 10 minuta. Ta shem të pi çaj bile për moment. Po de pak si në krak, oke, se pas ke nxon telefonin me faqe pak. E a diçka konsideroj unë atë gjumin e mirë që po e thuti kur vjen alarmi. Kur del gjumi para alarmit, një 10-15 minuta, edhe sheh që ki kohë edhe një 20 minuta me flajt, që atëherë më duket e vën gjumin më të mirë. Ja, set në mes është e që stres që kjo më quta në e kështë kur përsetura. Po nejse dhe. Ha, pisha flajt edhe pak. Faleminderit, përshëndes shumë. Ka lyfë që mirë edhe një... Hajde gjumë të mbëll. Për pak e të i faqës, se pre që atë moment du më thonë kur njëtë të postër, pa problem. Nejse, Enza Home që është në Çagllavic, po në kilometrin e 6 drejtim Ferizajt nga Prishtina, atje mundri me shkollë me përfitu zbritje deri në 50%, po deri me 5 prill keni zbritje deri në 50% e mobilet e mrekullueshme dhe aksesorët atje. Tek Enza Home. Telefonata fillimisht, alo, përshëndetje. Mirë dita dhe ty, kush ta ka telefonu? Remze, si e? Nam i hadere, mirë. Mirë shumë. 3 vjetë e funit jam mirë, se këtë në herë peshin pleqt, kur të plenë në hëtë, të merë gjumë i gjithë ditën, edhe unë e ka një herë, kur se kam gruën natë, knosh në të plejt. Do më thonë gjumi është, si pas te e gjumi është... Ata shumë musa, shumë pengon, po lojtë se sa vojë shumë qenë. Gjumi është gjumë, do më thonë kur gruja së është atyja, po, apo thush qështë? Kur se kam nga, lej që kur e që ka që kur këngjë. Okej, së di që shplen këngjë. Okej, falimderit shumë që na ke thirë. Këngjëve që shti krytë në të kombëve, flen, qaj është. Po, te ja, më nështë ashtu, ha? Lojë. Edhe ka të bënë vakti. Faleminderit, përshëndesim, kalofsh mirë. Faleminderit juve. Tung, kalofsh mirë. Bashkë ashtu e për mes jastëkve. Nashta, po, apo mes konve s'munësh. Do të mi hek një 4-5 bri. Qërë telefonata? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, nësa. Aj, Denis, që kemi sot? Mirë. Apo mdo këtë koke rrugës të u këthy prej punës?
Po, valla, po kësi rrugës, pas kujta me nej pa ju tirë. Faleminderit. Zobu në isha se tisha po mjeton këtu me njere. Gjithon, valla. Veç ma e mund telefon, unë e foli me ta. Ja fusim gjermanisht na i sen. Ja përzina krejt. E një zgjumi është gjom kur? Por s'ki borgje ti fion. E tha me marrët me simin kredi kur s'ki. Peri me e se njëva se vetë. Po nejse, borgje o borgj, kredia o kredi. Ti ndajmë gjërat, a? A e ndë do me cim? Jo, borgjën ndaj bankës të ndryshme. Kredia i sholla se di, se kom provu. Kërë dy kemi këthy pak ma shumë, a borgjën ta mën e këthen. Ja, borgjën mund është me shty pak. Ja, se shty njës. Si a qil telefonin, jak një ani, se pas ka himin a i tunelin njësam. A kredin? A kredin, shko. Deshte vish kore shegjer ullgarin, shkun, ecër. Po, me bo mës me pas ku gjonat virane? Aty tani, shkon të veni. Okej. Përgjigjesh të veni. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, që të kyqet është që gjumi me dhëmë. Po bre, veç kalzo ma emre njere. Se që po të lidhi me ata? Ismet Kuqi. Rrejnë lidhje veç pak Ismet. Aj, falmes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush nga telefonan? Ismet Kuqi. Ismet, si jes si kalon? A je mirë? Mirë, falmet. Mirë. Jena Ismet. Unë që të me thonë që ki shkrua të gjumi është gjumë. Po? Kur flen, është gjysa dekës. Jo s'di, une? Jo, gjumi jo të koka. Okej, më thonë gjumi është gjumë, kur flen është gjysa dekës, apo dhu që shto? Po, gjysa dekës, po. Ta një e fshatë mirë, në falim deri shumë. Dhe kalofsh mirë, dhe më thonë, kur po bika me flajt, nuk po bëjka me thonë njeri gjumin e amër. Për që ata turojnë, se më nasën e mire, këne anese. Po, për me thonë, zoti qosh në më në gjes. Po, zoti qosh me ty. Po, si di e të kësaj varë punë. Që që përdojt interneti, edhe pse lopët dele dhe dhitë shtrien shpesh, pjesa më e madhe e tyre e kalojnë duke u përtypur. Po të është sugjeruar që aq sa sytë mbyllen rrallë, ata përtypen vazhdimisht, nuk pushojnë dhe nuk flenë sigur kafshët e tjera të planetit. Nuk e di pse kështu. Punëtorët e tjerë thot nuk arritën të demonstrojnë shenja gjumit të baktit, delet ose dhit e rritura. Çka jemi to? Të thënë as këne as anej. Punojnë ato e përpunojnë ushqim. Nese, çe telefonata? Është si të gadalshme si javë. Nese. Alo, përshëndetje. Valla këtë kafshë të në planet tonë të punu të flet. E ato t'jujat atje se na i kemi të vysh me kafsht. As nuk flajnë. Të punu të flet. A dhe edhe punojnë edhe flet. Po de? Si na, që ashtu, edhe në punë edhe ku t'jena najna të punu të flajt. Qa po punon si të flajt? Qaj të shku kështu flajt? Hej, jashtë të këthorë, si jem? Mirë, gjallë rahat. Vjen mirë. Gjumi është gjumë kur? Una? Gjumi është gjumë kur? Po, une do shë me thoni shembull kur është pushimi gjësor në punë, edhe sa ke hangër buka, vëden, edhe e di që ki më që mas 10-15 minuta, që atëherë kur të kap, që atëherë a beson s'ka gjumë matë bukur dhe matë gjezefshëm, edhe vdike prurë se kur të djenë ku, a vdike më që. A dreqë, morë, të kësha zgatë dhe një orë. Edhe dy rasti janë që mund përqe shumë, kur flenë fort, dikun fort, edhe kur je ngusht, keq je, a vdi një farë, kështu ka u që nuk je bash mirë, edhe je të këshyna i utilizarën e sen, edhe që atëherë dëshysh... Gjumi pa planifikum, do me thonë. Po, që ata e gjumat më të mirë bëzëne. Kur të zanë gjumi ullë. Që ke me shku mëra atë unë krevetë e sene, me dollë mirë shtu e sene, sa është e gjumë alla ide i katastrofë. Hajde, kur dush ti te unë në të qesë, po mënej, ta lëshoj një vend me flajt. I veti... Po nëse kësha propozu se shtrati ma. Më shfarti e leon kom që atë me flajt, kështë pas ka qef e leon kom. Në koridori, thëmë reshë, që të e ki vendin me flajt. Hajde të këshyrim. Nejse, hajde ashtë të kësorës për shëndes. Gjumi është gjumësim kur shkon Swiss Diamond. A ty do me thonë? Hajtë notën e mirë. A ty do me thonë? Nuk, a mos me zgjatë hesh do me thonë. S'ki që ka zgjatë hesh, po shkojnë atë e në albi malë. Hesh mos e zgjatë. Hajtë notën e mirë.
rikthehemi me telefonatat e juaja, me pyetjen që kemi për ditën e sotme, po edhe me informatat rreth komunikacionit. Po rikthehemi, më ju tregu edhe një herë juve që jeni në Çaklavic, në dy anë të rrugës, se ka kolona atje te rrethi i Çaklavicës. Në të dy anë të rrugës keni mundësi për me rimbush makinën me derivate, edhe ato tek Petrol Kompani. Eurodizel është 1.22 dhe benzina 1.24 për litër. Nëse doni me mësu çmimet dhe përpikat të tjera, ku shkoni në Facebook me u bë pjesë lojës shpërblyesemi pa rregullat, i kërkoni aty edhe në stafit tonë të kompani far linku mu bë pjesë e komunitetit Viber, edhe mundeni me mësu çmimet edhe përpikat të tjera në komunikacion. Telefonat, alo, përshëndetje, Viber. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush a përshëndet? Kimet, si je? Kimeti. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Jo, jemi mirë, faleminderit. Tu ka prish diçka telefoni, oj Kimet. Tu ka prish telefoni diçka penina edhe vetën. Edhe unë e pëndëgjaj që po përse nuk po dihet ka shkjort kështu. Kimet do të me këshyr me ta ndru dikush si telefon. Jo, vëllatëri e kam, po nuk e di. Shumë mirë më Se ke marrë një ipko? Se ke marrë një ipko? Se pas kjo është Kimet? Urdna. Gjumi është gjëm kur? Gjumi është gjëm kur e kisha ndetin, je e lumtur, nuk të mungon asgjë, edhe nuk i stres, obligime shumë. Le veç ato të parën. Që do të thotë është pa mundur me i pas gjitha këto. Le veç parën. Po falet. Unë veç ato mojta men. Gjumi është shumë kur je e lumtur. Kur e kisha ndetin thash, kur je e lumtur. Je e lumtur. Le këto, se e tham. Ki obligime edhe kur nuk të mungon asgjë. Je lumtur ti këto tjera. Edhe kur nuk i stres. Respekte për stresin, përshëndesim shumë, faleminderit për telefonatën. Çdo të mirë, ju përshëndes edhe unë, çdo të faleminderit. Faleminderit, përshëndesim. Po për telefon kualitativ cilësor me mundësi pagese me këste e shumë çka tjetër, e keni Ipko në Krejt Kosovën, shkoni, shikoni, interesoni, e keni edhe website-in ipko.com. Për ndryshe ju që udhtoni gjatë këtyre ditëve qoftë edhe në Kosovë për pagot internetit më të mira, më të shpejta, apo edhe gjatë lëvizjeve në për rajon dhe Evropë, merreni Ipkon me veti nga do që të shkoni. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Një ndëgjues nga Prizreni. Si e kemi Prizrenin? Prizreni mirë, koha vrërë, po bjerë ka po kshi. Mirë shumë. Tregom? Ju si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, shumë mirë jemi. Po flasim për gjumin e mirë. Shito, unë jam me profesion profesori i matematikës. Po? Edhe deshta pak për gjumin është gjumë. Po? Kur? Edhe shito, nëse nuk bëjsh gjumë të mirë. Një zboj dyta një, po? Tërë ditën ka me të shkue, dita mbrapsht. Shkon dita keq. E vërtet, po? Edhe gjumin zakonisht duhet me planifiku se kur me shku me kjetë. Ti, a kitë planifikume? Unë e kam planifikume. Në sa ora për shembull? Po, për shembull, nuk më zë ora 11. Okej, para orës 11. Matematician të mo? Me kalkulime. Pa tjetër, faleminderit. Po, ka që plot që zgjohen herët më shkon punë, po i zën dyshi, treshi. Profesor, apo një pyetje, profesor. Po. Një, bojnë 3 na herë. 1 plus 1. Po, matematik bojnë 1, 3. Bojnë do më thonë, okej, faleminderit shumë. Janë do formula me rënë katore. Okej, çata doshta vesh me ditë. Që do të thonë bojnë. Faleminderit edhe na të përshëndesim shumë. Mos ma shte gjumin klopat mëdhaja, Oni po mes me pelon. Çfarë do të mes me te, se je kanë malat. Diku di për pjesëtohet gjithë natën gjumin, thopa. Po dhe me shtin ato të mëdha, ata petina të mëdha që ato s'delshën vëllai, pjesë to shumë zos, delshën domethënë umbrat për aty në klopave. Eci para se me marr telefonatën tjetër kur po flasim për numra për kthim. Nëse do mi ul pak numrat e shpenzimeve, po ka nisë me qarkullu disa fatura elektrike tash, fillimi i muajit, kanë ardhur. Shkoni merreni klimat Bruno se kanë shpenzime minimale të energjisë elektrike, i kanë ato plusat mbrapa. Pastaj janë për ngroje, ftovje, për pastrim të ajrit, ju që jetoni për shembull në zonat që janë më të ndotura apo pranë rrugës që e dini që ka qarkullim veturave të tjerë, merreni sepse kujdesen edhe për largimin e papastërtive nga ajri. Keni në për Krejt Kosovën dhe çka është më e mira, i keni me 5 vjet garancion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të më falë se... O, për tasmana, vish një jarë du të me thirë për ta emisionit. Ma herë, thirë po, nuk ta se ta bëhën më dorë gjumë
10-15 minuta pa kris alarmi. E me nalë alarmin të në qënë drejka. Okej. Ka ndodhe edhe kësi raste, po. Po, nga s'ma. Edin, unë e kom shef me folë edhe ka 5 herë me juve në emision, po veç është problemi që ka dikush që thirë 500 herë, edhe së në marrë lidhjen. A më që shpomën me marrë lidhjen se? Po, ka dikush që më thonë që po e marrë lidhjen edhe s'kena shka me bo. Si do që tjetë, adem veç me pas mirë kuptim për këta tjertë. Por neve që është dojni. Alo? Si në është auto të partita shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Kush telefonon? Me ndëgjusja nga Prishtina. Edhe dëgjusja nga Prishtina, çka kam na thonë për gjumin? Do më thonë për gjumin, jam gjum, kur t'i baj vetëm 3 orë. Kur i bën vetëm 3 orë gjum? Se ka çpak? Me që atë është sukses. Okej. A ki qef me i pas vetëm 3 orë gjum? Apo nuk ki mundësi? Ja, vetëm 3 orë gjumë. Me që atë e baj gjumin gjum. Po thom, a je detyruar me i pas vetëm 3 orë gjum, apo nuk mundesh me flet ma shumë? Je mësu? Nuk mund me flet ma shumë, vetëm 3 orë gjum. Bolli paske, qëre, se ta shkencëtarisht, falinderit shumë. Falinderit. Mos një asoj pune, po shkencëtarisht do më thonë varet gjumi dhe gjumi i thellë. Qaj gjumi i thellë është shumë e rëndësi. So bën gjum të thellë. Se gjumë, ti mënesh me po gjumë edhe me ke po thot dikush krejt kum një edhe për një me ka prej aty njerëzve që flajnë edhe e kanë gjumin e lehtë që thua, ai gjumi i lehtë, gjumi i rënd. Gjumi i thellë, çaj gjumi i thellë, domethënë që aty kur të flan, edhe të marr gjumi mirë, çaj është gjysa dekës, si thon shtaja. Po çaty piçatina që është më. A mos im shkencëtar, mos i bëj përmend, ata thonë jo të fello ase o cekt, çka do qoftë, ata thonë minimumi 6-7 orë 8 orë kish me qenë. 8 orë kish me qenë ideale. Ata po tregojnë ranët e juja. Po është çështja e ranet, po ata po rekomandojnë që minimum 8 orë me pas gjumë. Kallaja aty unë ka shumë. Nëse do me pas shëndet të mirë, me pas ditë të mirë, gjitha këto. 8 orë gjumë. Hey, para më nëmi, që 8 orë në gjumë. Problem, veç fëmijët e kanë këtë lukë, s'po mduket. Edhe ata s'po dojnë me flejt mo. Edhe ata ka nisi ka kop gojlja gjestit. Alo, telefonata. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Akio. Hake, gjumi është gjumë kur? Gjumi është gjumë kur s'ki bolqë, s'ki stres, edhe gjumi shukulitë. O bra, Hake, edhe që ashtu që shme flajt pa borës. Një 2-3 fjallë një basulet për gjumë. Hajde, shpejt, se je i para fundit e kom edhe një në lidhje mu ishë me marë se kina kalu minutat. Një kodi që të kishra më flajt, notën është e mërë qohët, edhe shqit në përmanjë. Mesele, këtë. Edhe kfejet, apet se mërë, pa o gjumë. Apo tëra po të shëja për të kuke. Ta një fshat mirë. Më falimderit shumë, e pse bash i kolisit që kë? Vallaj që atë jetës. Se se len ljopës për shambull? Po se len ljopës, po në kolisit që uve. Ambresja. Spaj gore. Me rështot shpejt, fion. Hajde shpejt, telefonata e fundit. Shpejt në përgjigje. Hajde, i fundit i lumi une, ju kom prit metropol me 13 mars si një ardh as njoni. Hajde, gjumi është gjumë kur? Tani flasim për ato. Jo, me vërtet me 13 mars më konë metropol në kafe në Prishtinë. Në rregull, na nuk e dim ku del me pikave gani, po je i fundit. Lutem tregona shpejt e shpejt, gjumi është gjumë kur? Gjumi është gjumë nëse gjumin e ki 5 orë efektiv, pa stres edhe pa nervoz edhe pa kështu probleme, është mjafton 5 orë për të rritur. Nëse flet 5 orë efektive. Për fëmijët. Dhe bravo ju qoftë, valla ta ko me marri nati sa mirë për veshësh me fion. Faleminderit. Plaç prej natit, që me thonë. Hajde ka një të përshëndesim. Ja, vajzat e mija për ta kanë lakmi, për thojnë bukuroshe a Prishtinës. Faleminderit, ju përshëndes shumë, gani se kemi kalu kohën në këtë vëja për na bojnë me dije që do të me përmbyll tash. Faleminderit shumë se cilit për juve që keni qenë me neve edhe sot. Edhe nëse doni veshjet mira si këto, shkoni në Minimax, se keni këtu afër neve, edhe merrni çka të doni nga koleksionet më të reja. Shihemi nesër, përndryshe vazhdoni me shoqëru sepse jemi bashk edhe për një orë me Glam Radion. Deri nesër ju mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me epshun dashni, paqen plot shëndet.